i fundit për seancën e sotme është projekt ligji për provimin e maturës shtetërore. Komisioni Funksional për Arsim, Shkencë dhe Teknologji ka shqyrtu projekt ligjin dhe kuvendit i ka rekomanduar miratimin e tij pa amendamente. Komisioni për Buxhet nuk ka paraqit raport. Legjislacioni ka vlerësuar se projekt ligji është në pajtim me kushtetutën dhe ligjin në fuqi. Komisioni për Integrim ka vlerësuar se projekt ligji dhe amendamenti i propozuar nuk rregullon në mënyrë specifike apo nuk rregullohet në mënyrë specifike me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Komisioni për Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve nuk ka paraqit raport për shkak të mungesës së kvorumit. Ftoj kryetarën e Komisionit Funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, zonjën Arjeta Fejza, që ta paraqes dhe arsyetoj raportin dhe qëndrimin e grupit të vetëvendosjes. Faleminderit të nderuar kryetare e Kuvendit. Kuvendi i Republikës Kosovës në mbledhjen plenare të mbajtur me 10 prill ka miratuar në parim projekt ligji numër 10L029 për provimin e maturës shtetërore dhe ka ngarkuar Komisionin Funksional dhe raportues Komisionin për Arsim, Shkencë dhe Teknologji si dhe komisionet e përhershme që në afatin e paraparë me rregulloren e Kuvendit të shqyrtojnë projekt ligjin dhe Kuvendit t'ia paraqesin raportin me rekomandime. Komisioni me datën 17 prill kishte caktuar dëgjimin publik me palët e interesit, por për shkak të caktimit të seancës plenare kemi qenë të detyruar të anulojmë dëgjimin publik, por nga palët e interesit kemi pranuar komentet e tyre në lidhje me projekt ligjin. Komisioni në mbledhjen e mbajtur me datën 20 prill shqyrtoi projekt ligjin nën për nën. I pranishëm në mbledhje ka qenë edhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës zotri Harullah Qeku dhe është shqyrtuar edhe një propozim mandament i deputetës Shala Jashari. Pas diskutimeve, raporti është përcjell në komisionet funksionale, nga Komisioni Funksionale është përcjell në komisionet e përhershme. Siç edhe e lexuat ju raportin e komisioneve të përhershme, pastaj përsëri komisioni jonë në mbledhjen e mbajtur me datën 22 prill shqyrtoi raportet e komisioneve të përhershme lidhur me projekt ligji numër 10L029 për provimin e maturës shtetërore dhe me 6 vota për dhe 1 kundër vendosi që raportin ta përcjell në seancë për lexim të dytë. Antarët e komisionit gjatë shqyrtimit të projekt ligjit theksuan nevojën për miratim të këtij ligji si ligj me rëndësi të veçantë, duke pasur parasysh çështjet që kanë të bëjnë me rregullat, procedurat dhe përmbajtjen e provimit të maturës shtetërore. Gjithashtu në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje i ftoj deputetët që të mbështesin këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit e nderuar kryetare e komisionit. Nuk po shoh që ka të paraqitur deputet. Po, zonja Jehona Lushaku Sadriu nga LDK-ja. Faleminderit kryetare, unë jam edhe pjesë anëtare e komisionit që kemi shqyrtuar këtë projekt ligj dhe kemi shfaqur disa rekomandime që janë shumë substanciale. Ky ligj përmison pak organizimin e maturës, por nuk adreson problemin kryesor të kopjimit, është i natyrës teknike, por që rekomandimi jonë që në sallat ku mbahet provimi i maturës të vihen aparaturat që ndalojnë komunikimin me telefona, ju e dini si kemi parë të gjithë në rrjetet sociale duke qarkulluar provimet dhe testet, nuk është adresuar me këtë projekt ligj. Prandaj këtu nuk ishte për befasin time, s'kishte as gatishmëri nga ana e ministrit me që mendonte që është projekt ligj që duhet më implementu vetëm këtë vit dhe nuk ka kohë për adresim. Ndërkohë që po ashtu ky ligj nuk rregullon, ka një mangësi që nuk rregullon raportin me provimin pranues dhe nuk ndjek shembujt evropian se si është i rregulluar kur ka test maturës që të evitohet provimi pranues dhe në fund duhet them që edhe mundësitë e digitalizimit të këtij testi nuk janë të adresuara me këtë projekt ligj. Ne në parim do ta mbështesim projekt ligjin me që thash që bën pak një përmirësim, por gjithsesi nuk është projekt ligji më i mirë i mundshëm për shkak të mungesës së vullnetit. Faleminderit. Nuk ka të paraqitur për fjalë. Është një amendament që është propozuar nga deputetja Sala Jashari, që nuk e ka përkrahjen e komisionit. Deputetja nuk është paraqit me sa po shoh. Prandaj duhet ta vendosim në votim. Përgatitemi për votim, pra për amendamentin 1 që është propozuar nga deputetja Sala Jashari pa përkrahjen e komisionit funksional. Votojmë tash.
Faleminderit, atëherë kemi 61 vota kundër, 13 për, asnjë abstenim, kuvendi nuk miraton amendamentin 1. Vazhdojmë me procedimin dhe votimin e projektligjit. Luz deputetët dhe regjin që të bëhen gati për votim të projektligjit tani. Votojmë tash. Gjashtë deputet kanë votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kuvendi miraton ligjin për provimin e maturës shtetërore. Faleminderit shumë të gjithëve. Me këtë i mbylli punimet e kësaj seance. Mirupafshim në seancën e nesërme.